Në arkivat e policisë vieneze ekziston një raport që nuk duhet të kishte ekzistuar kurrë. 55 gëzhoja plumbash të shpërndara në rrugët e qytetit, 4 vrasës të vdekur, një mbret që mban ende revolerin duke pirë çaj me diplomatët austriak, dhe një faqe e zezë në librin e incidenteve ku dikush ka shkruar me dorë trembuese: "Ky njeri nuk është mbret i zakonshëm." Por më e çuditshme ishte që ky dokument është tentuar të fshihet 7 herë nga arkivat zyrtare. Kush e donte të fshirë këtë dëshmi? Çfarë fshihej pas asaj nate të 25 shkurtit të vitit 1931? Dhe pse ky incident ndryshoi plotësisht politikën e Ballkanit për 10 vjeçarët e ardhshëm? Imagjinoni që jeni në një sallë operash në zemër të Vienës, duke pritur shfaqjen e radhës, kur pa pritur dëgjoni britma dhe të shtëna automatike. Njerëzit vrapojnë duke u fshehur pas kolonave mermeri, disa rënë në dysheme duke mbuluar kokat me duar, ndërsa plumbat presin ajrin si shigjetat e vdekjes. Por në mes të këtij kaosi, një burr i veshur me smoking të zi dhe kravatë të bardhë qëndron në këmbë, nxjerr revolerin e tij personal dhe fillon të qellojë mbrapsht në drejtim të sulmuesve. Ky burr nuk është ushtarak, nuk është garda trupash, nuk është as agent i fshehtë. Ky burr është mbreti i Shqipërisë, Ahmet Zogu, dhe ai po lufton për jetën e tij në mënyrën më të pazakontë që një monark ka luftuar ndonjëherë. Çfarë e kishte sjell këtë mbret në këtë situatë të çmendur? Si ishte e mundur që një kryetar shteti të ishte aq i stërvitur me armë sa të luftonte vetë kundër vrasësve profesionistë? Historia e kësaj nate nuk filloi në Vjenë. Ajo filloi vite më parë në malet e Matit, ku një djalë i ri me emrin Ahmet mësoi të qellojë para se të mësonte të lexonte si duhet. Familja e tij ishte një nga më të fuqishmet në Shqipërinë Veriore, por fuqia në ato male nuk vinte nga diplomacia apo nga pasuria. Fuqia vinte nga aftësia për të mbijetuar, nga zgjuarësia për të parashikuar tradhtim dhe nga aftësia për të mbrojtur familjen tënde me çdo mjet të nevojshëm. Zogu ishte vetëm 12 vjeç kur pa vrasjen e parë të paguar, vetëm 15 kur kuptoi se jeta e tij ishte në rrezik të vazhdueshëm, dhe vetëm 18 kur vrau për herë të parë një njeri që kishte ardhur ta sulmonte familjen e tij. Këto nuk ishin thjesht gjëra që ndodhnin në jetën e një djali malsor, këto ishin mësimet që do ta mbronin më vonë kur do të bëhej mbreti më i shënjestruar i Europës. Kur Zogu u bë kryeministër i Shqipërisë në vitin 1922, ai ishte vetëm 27 vjeç. Por ky ishte një burr që kishte mbijetuar më shumë përpjekje vrasjeje se sa shumica e udhëheqësve evropian do të shikonin në të gjithë jetën e tyre. Ai kishte armiq kudo, nga Italia që dëshironte ta kontrollonte Shqipërinë, nga Jugoslavia që dëshironte ta aneksonte vendin, nga grupe të brendshme që e konsideronin shumë të ri dhe shumë ambicios për pushtetin që mbante. Çdo ditë, shërbimi i tij sekret i jepte raporte për komplote të reja, për armë të kontrabanduara, për vrasës të paguar që po vinin nga Serbia, nga Greqia, nga vendet fqinje. Por Zogu kishte një rregull të thjeshtë që e ndiqte gjithmonë: asnjëherë mos i parashikueshëm, asnjëherë mos u besoj plotësisht të tjerëve për sigurinë tënde, dhe mbi të gjitha, mban gjithmonë një armë të ngarkuar pranë teje. A mund të imagjinoni se si është të jetosh kur çdo mëngjes mund të jetë i fundit? Kur çdo takim mund të jetë një grack? Kur çdo ftesë në darkë mund të fshejë një komplot për ta përfunduar qeverisjen tënde? Kjo ishte realiteti i përditshëm i Ahmet Zogut, dhe kjo ishte arsyeja pse ai nuk ishte thjesht një politikan, por një mbijetues i trajnuar që dinte se çdo moment mund të sjellë rrezikun e radhës. Në vitin 1928, kur shpalli veten mbret të Shqipërisë, ai e dinte shumë mirë se ky titull do të bënte listën e armiqve të tij edhe më të gjatë, sepse tani ai nuk ishte thjesht një lider politik që mund të hiqej nga pushteti me një vot mosbesimi, por ishte një monark që mund të hiqej vetëm me dhunë ose me vdekjen e tij. Si mund një burr të qeveriste një vend kur e dinte se gjysma e popullsisë dhe pothuajse të gjitha vendet fqinje dëshironin ta shikonin të larguar ose edhe më keq? Dokumentet e sigurimit të shtetit shqiptar tregojnë diçka të mahnitshme. Nga viti 1928 deri në vitin 1931 ishin regjistruar gjithsej 36 përpjekje të dokumentuara për ta vrarë mbretin Zogu. 36. Kjo do të thotë një përpjekje çdo muaj për 3 vjet me radhë. Disa ishin komplote të zbuluara në kohë, ku agjentët e fshehtë të Zogut kishin infiltruar grupet e komplotistëve dhe i kishin arrestuar para se të vepronin. Disa ishin sulme që dështuan për shkak të matjeve të gabuara ose për shkak të pajisjeve që nuk funksionuan si duhet.
por kishte edhe sulme që arritën aq afër sa zogu vet kishte parë fytyrën e vrasit dhe kishte luftuar fizikisht për të shpëtuar. Çfarë lloj shënimi është ky? Si mund një njeri të vazhdojë të qeverisë kur çdo ditë e jep jetën në rrezik? Por gjëja më interesante në këto dokumente nuk ishte numri i përpjekjeve. Ishte fakti se shumica e tyre organizoheshin nga jashtë Shqipërisë. Italia kishte financuar të paktën 8 komplote, duke përdorur antimonarkisë shqiptar që jetonin në mërgim. Jugoslavia kishte ndihmuar 8 të tjera, duke shpresuar se pa zogun, Shqipëria do të binte në kaos dhe do të ishte më e lehtë për t'u aneksuar. Greqia kishte mbështetur 4 përpjekje, duke shfrytëzuar tensionet e pakicës greke në jug të Shqipërisë. Madje edhe disa fuqi të mëdha europiane kishin lidhje të fshehura me këto komplote, sepse zogu ishte tepër i pavarur, tepër kokfort dhe refuzonte të bëhej kukull e dikujt. Por pse këto vende ishin aq të dëshpëruara për ta hequr këtë njeri? Çfarë kërcënimi paraqiste zogu për ta? Përgjigjja qëndron në atë që zogu po ndërtonte në Shqipëri. Ai po modernizonte vendin me shpejtësi të pabesueshme, duke sjell inxhinier amerikan për të ndërtuar rrugë, duke hapur shkolla ku vajzat mund të studionin për herë të parë në histori, duke reformuar sistemin gjyqësor dhe duke krijuar një ushtri profesionale që nuk i përgjigjej fiseve lokale por shtetit. Ai po e kthente Shqipërinë nga një koleksion fisesh të armatosura në një shtet modern, dhe kjo ishte e papranueshme për fqinjet që donin një Shqipëri të dobët dhe të ndarë që mund të thithnin cop-cop. Zogu e dinte këtë shumë mirë, dhe kjo ishte arsyeja pse ai kur nuk udhëtonte pa gardën e tij personale, kur nuk hante pa shijues ushqimi, dhe kur nuk flinte në të njëjtën dhomë 2 net me radhë. Por edhe me të gjitha këto masa, ai e dinte se një ditë dikush do të arrinte aq afër sa masat e zakonshme nuk do të mjaftonin. Ajo ditë erdhi në shkurtin e vitit 1931. Zogu kishte vendosur të vizitonte Vjenën për arsye zyrtare, duke takuar zyrtar austriak dhe duke diskutuar marrëveshje tregtare që do të përfitonin Shqipërinë. Por kjo vizitë ishte gjithashtu një provë e besimit të zogut se ai kishte konsoliduar pushtetin mjaftueshëm sa të mund të linte vendin për disa ditë pa pasur frikë nga grusht shteti i brendshëm. Ai erdhi me një delegacion të vogël, vetëm 20 persona, përfshirë bashkëshorten e tij, mbretëreshën Geraldine, ministrin e tij të jashtëm dhe gardën e tij personale. Por zogu kishte bërë një gabim kritik. Ai kishte nënvlerësuar sa shumë armiq kishte në mërgim dhe sa të dëshpëruar ishin ata për ta goditur atje ku ai ndihet më i sigurt, në zemër të Europës së qytetëruar. Në darkën e 24 shkurtit, zogu dhe delegacioni i tij shkuan në operën e shtetit të Vjenës për të parë një shfaqje të La Traviata. Opera ishte plot me aristokracinë vjeneze dhe diplomatët e huaj, një ambient që dukej krejtësisht i sigurt. Zogu ul në lozhin e tij mbretërore, shijon byreku tradicional që kishte sjell kuzhinieri i tij personal dhe priste fillimin e shfaqjes me qetësi të dukshme. Por në mesin e sallës, 4 burra ishin ulur në vende të ndryshme dhe secili prej tyre kishte një revolet të fshehur në pallton e tij. Këta burra ishin shqiptar në mërgim, të financuar nga agjentët italian dhe kishin një mision të thjeshtë, ta vrisnin zogun para se të mbaronte akti i parë i operës. Por ata nuk e dinin se zogu, edhe në ambient që dukej kaq i sigurt, mbante gjithmonë revolerin e tij personal të ngarkuar dhe të gatshëm nën xhaketën e smokingut. A ishte e mundur që zogu e kishte ndjerë rrezikun? Disa dëshmitarë më vonë do të thoshin se ai kishte qenë i shqetësuar gjatë gjithë mbrëmjes, se kishte kontrolluar vazhdimisht rreth vetes, se kishte ulur shikimin mbi turmën shumë më shpesh se sa pritej nga dikush që po shikonte opera. Ndoshta instinkti i tij i mbijetuesit, i mbretësuar nga vite në rrezik, kishte kapur diçka të pazakontë në atmosferë. Ndoshta kishte vënë re se 4 burra në sallë nuk po shikojnë skenën, por po shikonin lozhin e tij. Ose ndoshta ishte thjesht fati që e bëri të ishte i përgatitur për atë që do të ndodhte në minutat e ardhshme. Çfarëdo që ishte, kur filloi gjëma e parë e armëve, zogu ishte tashmë në këmbë, me revolerin në dorë, duke qelluar mbrapsht. Nata e 25 shkurtit do të hynte në histori jo vetëm si një përpjekje vrasjeje e dështuar, por si momenti kur një mbret i tregoi botës se sundimi i tij nuk mbështetej vetëm në protokoll dhe në gardë trupash, por në aftësinë e tij personale për të mbrojtur veten dhe familjen e tij me çdo mjet të nevojshëm. Por pyetja që policia vjeneze, shërbimet sekrete europiane dhe historianët e mëvonshëm do të pyesnin ishte kjo: si arriti zogu të dilte i gjallë nga një sulm aq të koordinuar? Çfarë e bënte këtë burr kaq të ndryshëm nga çdo monark tjetër të Europës? Dhe cilat janë sekretet që ende nuk i dim për atë natë?
Për ta kuptuar vërtet atë që ndodhi në Vjenë, duhet të kthehemi në fillimet e Ahmet Zogut, në malet e Matit, ku një djalë u rrit mes traditash të vjetra dhe rreziqesh të reja. Zogu lindi në tetor të vitit 1894, në një kohë kur Shqipëria ende ishte nën sundimin Osman, dhe kur fjala Shqipëri nuk ishte ende emri i një shteti, por emri i një ideje që po luftonin patriotët për ta realizuar. Familja e tij, Zogojt, ishin një nga dy familjet më të fuqishme në Mati, dhe baba i tij, Xhemal Pasha Zogu, ishte guvernatori i rajonit me vendosje të drejtpërdrejtë nga Stambolli. Por fuqia e familjes nuk vinte nga titulli zyrtar, por nga fakti se ata kontrollonin një milici private prej më shumë se 500 burrave të armatosur mirë dhe besnik deri në vdekje. Xhemal Pasha ishte një figurë komplekse, një burr që luante lojën e politikës osmane, por që ndihmonte fshehurazi lëvizjen patriotike shqiptare. Ai e mësoi Ahmetin të lexonte dhe të shkruante, jo vetëm në shqip, por edhe në turqisht dhe në frëngjisht, gjuhë që do t'i nevojiteshin për të lundruar në botën e politikës ndërkombëtare. Por ai gjithashtu e mësoi Ahmetin në një art tjetër, më të rëndësishëm për mbijetesë, artin e të shqyrtuarit se kush është besnik dhe kush është tradhtar. Xhemal Pasha i tha djalit të tij një thënie që do të qëndronte me Zogun për të gjithë jetën: në këtë botë ti mund të kesh shumë miq, por besoj vetëm atyre që do të humbiste gjithçka për ty, sepse vetëm ata nuk do të tradhtojnë kur koha bëhet e vështirë. Kur Ahmet ishte vetëm 8 vjeç, ndodhi diçka që do ta shënonte për gjithë jetën. Një natë, ndërsa familja hanin darkën, dëgjuan britma dhe të shtëna jashtë shtëpisë. Një grup nga një fis rival kishte ardhur për ta sulmuar banesën e Zogollëve, duke dashur ta vrisnin Xhemal Pashën dhe ta merrnin kontrollin e Matit. Por Xhemal Pasha ishte i përgatitur, siç ishte gjithmonë. Ai dhe rojet e tij u përfshin në një betejë që zgjati 3 orë, derisa sulmuesit u zmbrapsën duke lënë pas 12 të vdekur. Gjatë gjithë kësaj kohe, Ahmeti kishte qëndruar me nënën dhe motrat në dhomën e fshehtë të shtëpisë, duke dëgjuar zërat e luftës dhe duke parë përmes një çarje të vogël si baba i tij luftonte. Ajo natë, djali i vogël kuptoi një të vërtetë thelbësore: në botën e tij, fuqia ishte e vetmja mbrojtje e vërtetë, dhe në çdo moment mund të vijë dikush që dëshiron ta marrë atë fuqi prej teje. Kur Xhemal Pasha vdiq në vitin 1911, Ahmeti ishte vetëm 17 vjeç, por u bë automatikisht kryetari i familjes dhe komandanti i milicisë së saj. Kjo ishte një përgjegjësi e jashtëzakonshme për një djalë kaq të ri, por Ahmeti e kuptoi se nëse tregonte ndonjë dobësi, familjet rivale do ta shfrytëzonin menjëherë për ta sulmuar. Kështu që ai veproi me vendosmëri që habiti madje edhe veteranët e familjes së tij. Në javën e parë pas vdekjes së babait, ai thiri një mbledhje të gjithë kapitenëve të milicisë dhe u foli me një autoritet që nuk pritej nga dikush në moshën e tij. Ai u tha se çdo tradhti do të ndëshkohej me vdekje, çdo dobësi do të eliminohej, dhe se familja Zogu do të bëhej më e fuqishme se kurrë. Dhe për ta provuar fjalën e tij, ai urdhëroi një truproj të familjes që kishte qenë i dyshim për kontakte me rivalët të kapej dhe të gjykohej publike. Burri u gjet fajtor dhe u dënua me egzil, një mesazh i qartë për të gjithë të tjerët. Por Ahmeti e kuptoi se forca fizike dhe militare nuk mjaftonin për të mbajtur pushtetin në kohën që po vinte. Perandoria osmane po shpërbëhej, lufta e parë ballkanike kishte shpërthyer dhe Shqipëria po lëviz drejt pavarësisë. Ai kishte nevojë të kuptonte jo vetëm politikën lokale të fiseve, por edhe lojën e madhe europiane që po luhet në rajon. Kështu që ai shkoi në Stamboll për të studiuar në një shkollë ushtarake, ku u takua me fëmijët e familjeve më të fuqishme osmane dhe ku mësoi jo vetëm taktikat ushtarake, por edhe diplomacinë, intrigën e oborrit dhe mënyrën se si fuqitë e mëdha manipulonin ngjarjet në vendet e vogla për interesat e tyre. Ishte atje që ai kuptoi se Shqipëria, kur të bëhej e pavarur, do të ishte në mëshirën e fqinjëve të saj nëse nuk kishte një lider që ishte njëkohësisht luftëtar dhe diplomat. Një lider që mund të luftonte kur duhej, por që gjithashtu dinte kur të negocionte dhe kur të bënte aleanca. Pavarësia e Shqipërisë u shpall në nëntor të vitit 1912 dhe për Ahmetin, që atëherë ishte 18 vjeç, kjo ishte shansi për të luajtur në skenën më të madhe. Por Shqipëria që lindi ishte një vend në kaos total. Nuk kishte qeveri qendrore efektive, nuk kishte ushtri kombëtare, nuk kishte ekonomi funksionale. Ishte thjesht një koleksion fisesh dhe rajonesh që kishin rënë dakord të quhet Shqipëri, por që në praktikë secila bënte atë që donte. Fuqitë e mëdha kishin vendosur një princ gjerman, Wilhelm von Ed, si mbret të Shqipërisë, por ky burr nuk kishte asnjë lidhje me vendin, nuk fliste gjuhën, nuk kuptonte kulturën,
dhe pas vetëm 6 muajsh iku i tmerruar nga kaosi që nuk mund ta kontrollonte. Ahmeti e pa këtë dhe mësoi një mësim të rëndësishëm: për të sunduar Shqipërinë nuk mjaftonte të kishe një titull të dhënë nga fuqitë e huaja, duhej të kishe fuqinë reale për ta mbajtur vendin bashkë me forcë dhe zgjuarsi. Gjatë luftës së parë botërore, Shqipëria u bë një fushë betejë ku ushtritë italiane, franceze, serb, austriake dhe greke luftonin për kontrollin e territorit. Ahmeti luajti një lojë të rrezikshme, duke u përpjekur të mbrojë zonën e Matit pa u angazhuar plotësisht me asnjë prej palëve, duke ditur se kush do të fitonte luftën do të vendoste fatin e Shqipërisë. Por ai gjithashtu e shfrytëzoi këtë kaos për të zgjeruar influencën e tij, duke përfshirë në milicinë e tij burra nga rajone të tjera, duke u ofruar mbrojtje atyre që kërkonin dhe duke ndërtuar një rrjet besnikësh që do t'i shërbente më vonë. Kur lufta mbaroi në vitin 1918, Ahmeti ishte vetëm 24 vjeç, por ishte tashmë një nga figurat më të fuqishme në veri të Shqipërisë. Një burr që kontrollonte një milici prej më shumë se 1000 burrave dhe që kishte kontakte me diplomatë dhe zyrtarë nga të gjitha fuqitë që kishin qenë të pranishme në vend. Por fati vendimtar i Ahmetit erdhi në vitin 1920, kur u thirr Kongresi i Lushnjës për të riorganizuar shtetin shqiptar. Ky kongres ishte një përpjekje e fundit për ta shpëtuar Shqipërinë nga ndarjet që po planifikonin fqinjët. Serbia donte veriun, Greqia donte jugun, Italia donte qytetet bregdetare. Nëse patriotët shqiptar nuk vepronin shpejt dhe të bashkuar, Shqipëria do të zhduket si shtet i pavarur përpara se të kishte qenë vërtet një shtet. Ahmeti shkoi në Lushnjë me gardën e tij, një shfaqje force që i kujtoi të gjithë të tjerëve se ai nuk ishte thjesht një delegat, por një lider ushtarak që kishte mjetet për të zbatuar vendimet me forcë nëse duhej. Dhe në atë kongres, ai bëri diçka që habiti shumë prej të pranishmëve. Ai propozoi që Shqipëria të modernizohej sipas modelit të shteteve perëndimore, me një qeveri qendrore të fortë, me një ushtri profesionale, me një sistem arsimor që do ta çonte vendin në shekullin e 20. Këto propozime sollën për Ahmetin shumë admirim, por edhe shumë armiqësi. Shumë nga prisit tradicional të fiseve e shikonin këtë modernizim si një kërcënim për pushtetin e tyre lokal. Ata donin një Shqipëri ku secili vaj kontrollonte zonën e tij pa ndërhyrje qendrore. Por Ahmeti argumentoi se një Shqipëri e dobët dhe e ndarë do të gëlltitej nga fqinjet brenda pak vitesh, ndërsa një Shqipëri e fortë dhe e bashkuar kishte një shans për të mbijetuar dhe për të u bërë një shtet i respektuar. Në fund, Kongresi e zgjedhi Ahmetin si ministër të brendshëm, një pozicion që i jepte kontrollin mbi policinë dhe mbi sigurinë e brendshme. Ishte hapi i parë drejt pushtetit të plot, dhe Ahmeti e dinte shumë mirë se ky pozicion do ta bënte një shënjestër edhe më të madhe për ata që nuk donin një Shqipëri të fortë. 2 vjet më vonë, në vitin 1922, Ahmeti u bë kryeministër i Shqipërisë. Ai ishte vetëm 27 vjeç, një nga kryeministrat më të rinj në botë, dhe të gjithë e vështronin me skepticizëm. A mund një burr aq i ri ta drejtonte një vend aq të vështirë? A kishte ai përvojën e nevojshme për të lundruar në politikën komplekse ballkanike? Por Ahmeti shpejt i dëshmoi dyshuesit se ai nuk ishte një djalë i papërvojë. Ai filloi një sër reformash që kishin për qëllim ta konsolidonin shtetin, krijoi një ushtri qendrore që nuk u përgjigjej fiseve por qeverisë, hapi shkolla në të gjithë vendin ku të rinjt mund të mësonin lexim e shkrim, reformoi sistemin gjyqësor për ta zvogëluar korrupsionin dhe filloi ndërtimin e rrugëve që do të lidhnin pjesë të ndryshme të vendit për herë të parë. Por çdo reformë që Ahmeti bënte listën e armiqve të tij më të gjallë. Prisit lokal që humbën fuqinë e tyre filluan të komplotojnë kundër tij. Fqinjet që donin një Shqipëri të dobët filluan të financojnë grupet opozitare. Brenda qeverisë së tij kishte ministra që merrnin rishfete nga Italia ose nga Jugoslavia për ta minuar punën e tij. Dhe më e keqja, kishte burra që kishin vendosur se mënyra më e lehtë për ta ndalur Ahmetin ishte ta vrisnin. Përpjekja e parë serioze erdhi në qershor të vitit 1923, kur një grup i armatosur sulmoi konvokun e Ahmetit ndërsa po udhëtonte në jug të vendit. Vetëm reagimi i shpejt i gardës së tij e shpëtoi, por ai kuptoi se nuk mund të mbështetej vetëm tek rojet e tij. Ai vetë duhej të ishte i gatshëm për të luftuar në çdo moment. A mund të jetosh një jetë normale kur çdo udhëtim mund të jetë një grack? Kur çdo darkë mund të jetë e helmuar? Kur çdo takim mund të fshejë një tradhtar që do ta bëjë planin e tij? Ahmeti zhvilloi një sistem të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e tij. Ai nuk flinte kurrë në të njëjtën dhomë 2 net me radhë. Ai kishte shijues ushqimi që provojnë çdo gjë para se ai ta hante.
Ai mbante gjithmonë një revolet të ngarkuar, edhe në takimet zyrtare. Dhe më e rëndësishmja, ai krijoi një rrjet agjentësh të fshehtë që infiltroheshin në grupet opozitare për ta informuar për çdo komplot që po plifikohej. Këto masa duken paranoike, por në kontekstin e Shqipërisë së atyre viteve, ato ishin absolutisht të nevojshme për mbijetesë. Në janar të vitit 1924, Ahmeti mori një hap që do ta ndryshonte shtetin shqiptar përgjithmonë. Ai shpalli veten president të Republikës së Shqipërisë. Ky ishte një ndryshim kushtetues që i jepte më shumë fuqi për ta zbatuar vizionin e tij. Por kjo gjithashtu e bëri shënjestër edhe më të madhe. Grupet monarkiste që donin rikthimin e princit i Ed protestuan dhunshëm. Partitë demokratike që donin një sistem parlamentar e akuzuan për diktaturë. Fqinjet që donin të ndërhynin në punët e brendshme të Shqipërisë e shpallën një uzurpator që duhej hequr. Por Ahmeti vazhdoi me vizionin e tij, duke ditur se nëse ndalonte për shkak të kritikave ose kërcënimeve, Shqipëria do të kthehej në kaos dhe do të ndahej nga fqinjet. 4 vjet më vonë, në shtator të vitit 1928, Ahmeti bëri hapin final. Ai e shndërroi Shqipërinë në një mbretëri dhe e shpalli veten mbret me emrin Zogu i parë. Ky ishte një lëvizje që habitiste madje edhe mbështetësit e tij më besnik. Pse një president modern do të bëhej mbret, një titull që duke i vjetëruar në Europën e viteve të 20-tat? Por logjika e Zogut ishte e thjeshtë, një president mund të rrëzohej me një vot mosbesimi, por një mbret kishte një legjitimitet më të lartë, më të vështirë për t'u sfiduar. Një mbret mund të kalonte pushtetin të trashëgimtarit i tij, duke krijuar stabilitet dinastik. Dhe më e rëndësishmja, një mbret kishte një status ndërkombëtar që një president nuk kishte, një status që do ta bënte më të vështirë për fqinjet ta pushtojnë vendin e tij. Por ky titull i ri solli gjithashtu rreziqe të reja. Tani Zogu nuk ishte thjesht një lider politik që kishte ardhe në pushtet përmes proceseve kushtetuese, ai ishte një mbret që kishte shpallur veten vet dhe shumë e konsideronin këtë si një grush shtetit në veshje monarkike. Eksili shqiptar në Jugosllavi, në Greqi, në Itali u bë edhe më aktiv, duke organizuar komplote dhe sulme. Italia, që kishte dashur ta kontrollonte Shqipërinë përmes huave dhe marrëveshjeve ekonomike, u befasua nga mençuria e Zogut për ta mbajtur pavarësinë e vendit dhe filloi të financonte grupe antimonarkiste. Madje edhe brenda Shqipërisë, kishte grupe që mendonin se një mbretëri ishte një hap prapa, jo para. Por Zogu ju përgjigj të gjitha këtyre sfidave me të njëjtën metodë që kishte përdorur gjithmonë, me forcë kur duhej, me diplomaci kur ishte e mundur dhe me vigjilencë të vazhdueshme mbi çdo kërcënim të mundshëm. Ndërmjet vitit 1928 dhe vitit 1931, shërbimi sekret i Zogut regjistroi 36 përpjekje të dokumentuara për ta vrarë mbretin. Disa ishin thjesht plane që u zbuluan në kohë, ku agjentët e infiltruar raportuan për takime të dyshimta dhe për blerje armësh. Disa ishin sulme që dështuan për shkak të matjeve të gabuara apo për shkak të fatit. Por kishte edhe sulme që arritën shumë afër. Në prill të vitit 1929, një bombë shpërtheu në korridorin e pallatit mbretëror, vetëm 15 minuta pasi Zogu kishte kaluar nga aty. Në tetor të njëjtit vit, një grup i armatosur tentoi ta sulmojë automjetin e tij gjatë një vizite në Shkodër, dhe vetëm fakti se Zogu kishte vendosur ta ndryshonte rrugën në minutën e fundit e shpëtoi. Në mars të vitit 1930, një shërbëtor i ri në pallat u kap me helm në xhep, helm që ishte mjaftueshëm për ta vrarë gjithë familjen mbretërore. Çfarë bën me një njeri një jetë e tillë e vazhdueshme rreziku? Ai bëhet ose i paranojshëm deri në çmenduri, ose zhvillon një instinkt të jashtëzakonshëm për mbijetesë. Zogu zhvilloi të dytën. Ai mësoi të lexonte njerëzit me një aftësi që habitiste shërbimin e tij sekret. Mund të shikonte në sytë e dikujt dhe të kuptonte nëse ai ishte besnik apo tradhtar. Mund të dëgjonte një ton në zërin e dikujt dhe të kuptonte nëse ai po fshinte diçka. Dhe më e rëndësishmja, ai zhvilloi një gjendje alarmimi të vazhdueshme, një qëndrim ku ai ishte gjithmonë gati për rrezikun e radhës. Kjo është arsyeja pse, edhe në Vjenë, në një mjedis që dukej plotësisht i sigurt, Zogu mbante revolverin e tij personal të ngarkuar dhe të gatshëm. Por le të kthehemi në Vjenë, në natën e 24 shkurtit të vitit 1931. Zogu kishte ardhur në kryeqytetin austriak me një delegacion prej 20 personash, përfshirë ministrin e jashtëm Ekrem Libohova, sekretarin e tij personal Luesh Mirakaj dhe natyrisht gardën e tij personale të përzgjedhur me kujdes.
por ai kishte lënë pas në Tiranë pjesën më të madhe të aparatit të sigurisë, duke besuar se në qendër të Europës së qytetëruar, në një qytet me polici profesionale dhe me protokoll diplomatik, rreziku ishte minimal. Ky ishte një gabim që pothuajse ja kushtoi jetën. A e dini çfarë po ndodhte në të njëjtën kohë në Itali? Mussolini, që kishte marrë pushtetin në vitin 1922, kishte ambicie të mëdha për ta rikrijuar perandorinë romake në Mesdhe. Ai e shikonte Shqipërinë si hyrjen natyrore në Ballkan, si një vend të vogël që duhej të bëhej protektorat italian. Por Zogu po rezistonte të gjitha përpjekjet italiane për ta kontrolluar vendin, duke refuzuar të nënshkruante marrëveshje që do ta bënin Shqipërinë vasale. Kjo kishte irrituar Mussolinin deri në atë pikë sa ai kishte urdhëruar shërbimin sekret italian, Ovran, të financojë dhe të mbështeste çdo grup që po luftonte kundër Zogut. Dhe në Vjenë, në shkurtin e vitit 1931, këta grupe ishin gati për goditjen më të madhe. A mund t'i besoni rastësisë kur 4 burra nga grupe të ndryshme opozitare shqiptare gjenden në të njëjtën sallë, në të njëjtën natë, të gjithë të armatosur, duke e shënjestruar të njëjtën person? Policia vjeneze më vonë do të gjente diçka që do ta ndryshonte të gjithë hetimin. Në xhepat e 4 sulmuesve ishin bileta të blera në të njëjtën ditë nga i njëjti person, me para që vinin nga një llogari bankare në Milano. Kjo nuk ishte një përpjekje e improvizuar nga patriot të dëshpëruar, kjo ishte një operacion i planifikuar me kujdes, i financuar nga jashtë, i koordinuar nga profesionistë që e dinin saktësisht se si të organizonin një vrasje në zemër të Europës pa lënë gjurmë të drejtë për drejta. Por ata kishin bërë një gabim fatal, ata kishin nënvlerësuar se Zogu nuk ishte një mbret i zakonshëm që mbështetej vetëm tek garda e tij, por ishte një luftëtar i trajnuar që kishte mbijetuar 10 sulme dhe që kishte zhvilluar një instinkt për rrezikun që funksiononte edhe kur mendja e tij ishte e relaksuar. Kur filloi akti i parë i operës, salla u mbush me muzikën e Verdit, një melodi që duhej të ishte e bukur dhe qetësuese. Por Zogu nuk po e shihoni muzikën. Ai po vëzhgonte turmën, siç kishte bërë gjithmonë, duke kontrolluar fytyrat, duke kërkuar çdo gjë të pazakonshme. Dhe atëherë e pa, një burr në rreshtin e 15 që nuk po shikonte skenën, por po shikonte lozhin mbretërore. Pastaj një tjetër në anën e majtë të sallës që po lëvizte dorën drejt xhaketës në një mënyrë që nuk ishte natyrale. Zogu nuk tha asgjë, por dora e tij shkoi automatikisht tek revoleri që mbante nën smokingu. Ai e preku armën, e siguroi që ishte e gatshme dhe vazhdoi të shikonte. Ndoshta ishte vetëm paranoja e tij, ndoshta këta burra ishin thjesht spektatorë të zakonshëm që po shikonin mbretin me kureshtje. Por instinkti i tij i thoshte diçka tjetër. Në minutën e 25 të aktit të parë, ndodhi ajo që Zogu e kishte ndjerë që do të ndodhte. Një nga burrat u ngrit nga vendi i tij, nxori një revolje nga pallto dhe filloi të qëllonte drejt lozhit mbretërore. Plumbat goditën murin e kuq të lozhi, shkatëruan një pasqyrë dekorative dhe një prej tyre kaloi vetëm disa centimetra larg kokës së Zogut. Por Zogu nuk u përkul, nuk u fsheh, nuk bërtiti për ndihmë. Ai nxori revolverin e tij, u ngrit në këmbë dhe filloi të qëllonte mbrapsht me një qetësi që do të habitiste të gjithë dëshmitarët. Plumbi i tij i parë goditi sulmuesin në krah, duke e bërë ta lëshoj armën. Plumbi i dytë goditi një kolon mermeri pranë një sulmuesi tjetër që kishte filluar të qëllonte nga ana tjetër e sallës. Kaosi që shpërtheu në atë moment ishte i pabesueshëm. Njerëzit filluan të vrapojnë duke bërtitur, disa u rrëzuan në dysheme duke u përpjekur të fshiheshin pas karrigeve, të tjerë u përpoqën të dilnin nga dyert e daljes, por u bllokuan nga turma që po shtyhej. Garda personale e Zogut reagoi menjëherë, duke nxjerrë armët e tyre dhe duke filluar të qëllonin drejt sulmuesve. Por gjëja më e çuditshme ishte se Zogu vet po luftonte në vijën e parë, duke qelluar me një precizion që tregonte vite trajnimi. Ai nuk ishte një mbret që po priste të shpëtohej, ai ishte një luftëtar që po mbrojte veten dhe familjen e tij me çdo mjet të mundshëm. Betejë zgjati vetëm 4 minuta, por ato ishin 4 minutat më të gjata në jetën e të gjithë të pranishmëve. Kur gjëma e fundit e armëve pushoi, 4 sulmuese ishin në dysheme, 2 të vdekur dhe 2 të plagosur rënd. 3 anëtar të gardës së Zogut ishin gjithashtu të plagosur, por asnjë nuk ishte në gjendje kritike. Dhe Zogu vetë qëndronte ende në këmbë, me revolverin në dorë, duke kontrolluar sallën për të parë nëse kishte sulmuese të tjerë. Vetëm kur ishte plotësisht i sigurt që rreziku kishte kaluar, ai e uli armën dhe u kthye tek bashkëshortja e tij, mbretëresha Geraldine, që ishte fshehur pas një kolone dhe që po dridhej nga frika.
Ai e qetësoi me një zë të qetë, pothuajse të mërzitur, sikur ajo që kishte ndodhur ishte thjesht një ndërprerje e vogël e mbrëmjes. Polish Shërgjënis arriti në sken brenda 5 minutash, por ajo që gjetën i la pa fjalë. 55 gëzhoja plumbash të shpërndara në të gjithë sallën, karrige të shkatëruara, pasqyra të thyera dhe gjak në dy sheme. Por më e çuditshme ishte se Zogu ende po qëndronte në lozhin e tij, duke pirë një gotë ujë që i kishte sjellë sekretari i tij dhe duke folur me një zyrtar austriak sikur asgjë e jashtëzakonshme nuk kishte ndodhur. Kur komandanti i policisë e pyeti nëse ishte mirë, Zogu ju përgjigj me një shaka që do të bëhej e famshme. Unë jam mësuar me këto gjëra, por ju duhet të keni kujdes më shumë për sigurinë në operën tuaj, sepse kjo nuk është mënyra se si duhet të trajtohen mysafirët mbretëror. Por pas kësaj qasjeje të qetë, Zogu ishte i zemëruar thellë. Ai e dinte se ky sulm nuk ishte organizuar nga disa patriotë të dëshpëruar, por ishte një operacion i financuar dhe i koordinuar nga një shërbim sekret profesional. Dhe ai kishte një dyshim të fortë se kush ishte pas kësaj, Italia e Mussolinit. Por si mund ta provonte këtë? Si mund të akuzonte publikisht një fuqi të madhe europiane pa pasur prova të forta? Zogu e dinte se nëse bënte akuza pa prova, do të dukej si një paranojak që po shpikje komplot për të fituar simpati. Por nëse heshte, do të dukej i dobët dhe armiqt e tij do të merrnin kurajo për të tentuar përsëri. Hetimi që filloi menjëherë pas sulmit zbuloi detaje që ishin edhe më shqetësuese. 4 sulmueset ishin të gjithë shqiptarë që jetonin në Mërgim, por asnjë prej tyre nuk kishte mjete financiare për të organizuar një operacion të tillë. Biletat e operës, armët, udhëtimet nga vende të ndryshme të Europës deri në Vjenë, të gjitha këto kërkonin para që këta burra nuk i kishin. Policia gjeti në dhomën e hotelit të njërit prej tyre një letër të koduar që përmendej miku nga jugu që do të paguante 50.000 lira italiane për çdo antar të grupit nëse misioni kishte sukses. 50.000 lira ishte një shumë e jashtëzakonshme për atë kohë, ekuivalente me disa vite pagë për një punëtor mesatar. Kush kishte këto para? Dhe pse ishin gati t'i paguanin për ta vrarë Zogun? Qeveria austriake u gjend në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, ata kishin detyrimin të mbronin mysafirët diplomatik dhe të hetonin çdo krim që ndodhte në territorin e tyre. Por nga ana tjetër, ata nuk donin të përzihen në një konflikt diplomatik me Italinë, një fuqi që kishte ndikimin e saj në rajon dhe që mund të hakmerej ekonomikisht ose politikisht. Kështu që hetimi filloi të ngadalsohet në mënyrë të dyshimshme. Dokumentet që lidhnin sulmueset me agjentët italian filluan të humbasin nga dosjet. Dëshmitarët që kishin parë burra të dyshim duke takuar sulmueset ditët para sulmit papritur nuk mund të gjendej për t'u marrë në pyetje. Dhe më e keqja, 2 prej sulmuesve që ishin ende të gjallë dhe që mund të flisnin për ata që i kishin rekrutuar, u gjetën të vdekur në qelitë e tyre brenda një jave, zyrtarisht nga vetvrasje. A mund të ishte kjo vërtet vetvrasje? 2 burra që ishin në mbikëqyrje të rrept policore, në qeli të ndara, që të dy vendosin të vdesin në të njëjtën natë? Zogu nuk e besoi këtë për një sekondë, dhe as gazetarët që po ndiqnin rastin. Por pa prova konkrete, askush nuk mund të akuzonte policinë vjeneze për diçka më të errët. Zogu e kuptoi se ai nuk do të merrte drejtësi nga sistemi austriak, dhe kjo e bëri edhe më të vendosur për të forcuar sigurinë e tij personale dhe për të vazhduar luftën e tij kundër atyre që po përpiqeshin ta hiqnin. Kur Zogu u kthye në Tiranë një javë më vonë, ai u prit si një hero nga populli i tij. Lajmi i sulmit dhe i mënyrës se si ai kishte luftuar mbrapsht kishte përhap në të gjithë Shqipërinë dhe njerëzit e shikonin këtë si një provë se mbreti i tyre nuk ishte një aristokrat i dobët që fshihej pas gardës së tij, por ishte një luftëtar i vërtet që ishte gati të luftonte për vendin e tij. Por Zogu e dinte se populariteti nuk e mbrojte nga plumbat dhe se ai kishte nevojë për masa edhe më të forta sigurie nëse donte të mbijetonte sulmet e ardhshme që me siguri do të vinin. Njëra nga masat e para që Zogu mori ishte zgjerimi i shërbimit të tij sekret. Ai rekrutoi agjent të rinj, jo vetëm në Shqipëri por edhe në vendet fqinje, për të monitoruar grupet e mërgjimtarëve dhe për të raportuar për çdo komplot që po planifikohej. Ai gjithashtu forcoi gardën e tij personale, duke zgjedhur vetëm burra që kishin provuar besnikërinë e tyre në situata të rrezikshme dhe që ishin gati të vdisnin për të. Dhe më e rëndësishmja, ai filloi të ndërtojë një rrjet tunelesh dhe dhomash sekrete në pallatin mbretëror, në mënyrë që nëse ndodhte një sulm tjetër, ai dhe familja e tij të kishin rrugë të fshehta për t'u larguar. Por Zogu gjithashtu kuptoi se ai nuk mund të jetonte përgjithmonë në mbrojtje.
Ai duhej të merrte ofensivën kundër atyre që po përpiqeshin ta vrisnin. Kështu që ai urdhëroi shërbimin e tij sekret të fillojë operacione kundër grupeve të mërdimtarëve, duke infiltruar agjent në organizatat e tyre, duke zbuluar planet e tyre para se të zbatoheshin dhe në disa raste, duke eliminuar liderët e këtyre grupeve në mënyra që dukeshin si aksidente ose si konflikte të brendshme. Kjo ishte një luftë e fshehtë që po luftohej në hije, një luftë ku askush nuk fliste publikisht, por ku të dy palët e dinin saktësisht se çfarë po ndodhte. Në muajt pas sulmit në Vjenë, Zogu gjithashtu filloi të ndryshoj politikën e tij të jashtme. Ai e kuptoi se mbështetja vetëm tek Italia ishte e rrezikshme, sepse Italia po bëhej gjithnjë më agresive në ambicjet e saj për ta kontrolluar Shqipërinë. Kështu që ai filloi të kërkojë aleanca të reja, duke u afruar me Britaninë e Madhe, me Francën dhe madje edhe me Gjermaninë e Hitlerit që po ngrihej si një fuqi e re në Europë. Qëllimi i tij ishte të krijonte një ekuilibër ku asnjë fuqi e vetme nuk do të kishte ndikimin e plot mbi Shqipërinë, dhe ku çdo përpjekje për ta pushtuar vendin do të takohej me kundërshtim nga fuqitë të tjera që kishin interesat e tyre. Por kjo strategji kishte rreziqet e veta. Duke luajtur fuqitë e mëdha kundër njëra tjetrës, Zogu po rrezikonte të bëhej një shënjestër edhe më e madhe. Çdo fuqi që ndjente se po humbte ndikimin e saj në Shqipëri kishte një arsye për ta hequr Zogun dhe për ta zëvendësuar me dikë më të bindur. Dhe kjo ishte arsyeja pse përpjekjet për ta vrarë Zogun nuk u ndaluan pas Vienës, por në fakt u intensifikuan në vitet që erdhën. Në arkivat e sigurimit të shtetit shqiptar që u hapën pjesërisht pas rënies së komunizmit, ekzistojnë dokumente që tregojnë se midis vitit 1931 dhe vitit 1938 ishin planifikuar të paktën 22 përpjekje të tjera për ta vrarë Zogun. Disa ishin zbuluar dhe neutralizuar në kohë. Disa dështuan për shkak të gabimeve të komplotistëve. Por kishte edhe sulme që arritën shumë afër, si ai në gusht të vitit 1934, kur një bombë shpërtheu në rrugën ku Zogu po kalonte, duke vrarë 2 roje por duke lënë mbretin të paprekur për shkak të një ndryshimi të fundit të rrugës. Çfarë bën me një njeri një jetë e tillë e vazhdueshme rreziku? Disa historian argumentojnë se Zogu u bë gjithnjë më i izoluar dhe i paranojshëm, duke u besuar gjithnjë më pak njerëzve dhe duke jetuar në një gjendje të vazhdueshme alarmi. Të tjerë thonë se ai zhvilloi një aftësi të jashtëzakonshme për të jetuar me rrezikun, për ta pranuar atë si një pjesë normale të jetës së tij dhe për të vazhduar të qeveriste pavarësisht kërcënimeve. Por të gjithë bien dakord në një gjë, Zogu nuk ishte një mbret i zakonshëm dhe jeta e tij ishte një provë e vazhdueshme e aftësisë së tij për të mbijetuar në kushte që do të kishin thyer shumicën e njerëzve të tjerë. Por le të kthehemi tek pyetja që policia vieneze, shërbimet sekrete europiane dhe historianët kanë pyetur për dekada. Kush ishte vërtet pas sulmit në Vjenë? Provat e drejtpërdrejta që lidhnin Italinë me sulmin u fshin ose u humbën në mënyrë të dyshim. Por provat indirekte ishin të shumta. Sulmueset kishin lidhje me grupe që financoheshin nga Italia. Paratë që përdoren vinin nga një llogari bankare në Milano. Dhe më e rëndësishmja, pas sulmit, propaganda italiane filloi një fushat për ta paraqitur Zogun si një diktator të paqëndrueshëm që po krijonte kaos në Ballkan dhe që duhej hequr për të mirën e stabilitetit rajonal. Mussolini kur nuk e pranoi publikisht përfshirjen e tij në sulmin e Vjenës. Por në ditarët e tij personal, që u publikuan shumë vite më vonë, ai shkroi diçka që ishte shumë zbuluese: Zogu është një problem që duhet zgjidhur. Ai nuk do të bëhet kur një mik i vërtet i Italisë, dhe sa më gjatë të qëndrojë në pushtet, aq më e vështirë do të bëhet për ne ta kontrollojmë Shqipërinë. Duhet të gjejmë një mënyrë për ta hequr pa lënë gjurmë që çojnë tek ne. Kjo ishte sa afër një rrëfim sa Mussolini do të shkonte ndonjëherë, dhe ishte mjaft për historianët që të konkludojnë se Italia ishte vërtet pas sulmit. Por pyetja më e madhe mbetet: pse dështoi sulmi? 4 vrasës profesionistë, të armatosur mirë, të pozicionuar strategjikisht në sallë, me një shënjestër që ishte në një lozhë të hapur pa mbrojtje të fortë. Sipas të gjitha llogarive, ky sulm duhej të kishte sukses. Por ai dështoi dhe arsyeja kryesore ishte se Zogu nuk ishte një shënjestër e zakonshme. Ai ishte një burr që kishte mbijetuar 10 sulme të tjera, që kishte zhvilluar një instinkt për rrezikun dhe që ishte i trajnuar dhe i armatosur për të luftuar mbrapsht. Kjo ishte diçka që komplotistët nuk e kishin marrë parasysh, dhe kjo ishte arsyeja pse plani i tyre dështoi. Pas sulmit në Vjenë, Zogu bëri diçka që habitiste shumë vëzhgues: ai nuk e ndryshoi stilin e tij të jetesës.
Ai vazhdoi të udhëtonte, vazhdoi të takonte njerëz, vazhdoi të shfaqej në publik. Por ai gjithmonë ishte i armatosur, gjithmonë ishte i shoqëruar nga garda e tij më besnik, dhe gjithmonë ishte gati për sulmin e radhës. Kjo nuk ishte guxim i pamend, kjo ishte një strategji e menduar mirë. Zogu e dinte se nëse fshihej, nëse tregonte frikë, armiqtë e tij do të merrnin kurajo dhe sulmet do të intensifikoheshin. Por duke vazhduar të jetonte normalisht, duke treguar se ai nuk kishte frikë, ai po dërgonte një mesazh të qartë: ju mund të provoni sa të doni, por unë do të mbijetoj dhe do të vazhdoj të qeveris. A ishte kjo një mënyrë e shëndetshme për të jetuar? Psikologët modern do të argumentonin se jo, se një jetë e tillë e vazhdueshme stresi dhe rreziku do të kishte pasoja të rënda për shëndetin mendor dhe fizik. Por Zogu dukej se kishte gjetur një mënyrë për ta menaxhuar këtë stres, për ta pranuar rrezikun si një pjesë normale të jetës së tij dhe për të vazhduar të funksionojë në nivele të larta pavarësisht kërcënimeve. Ndoshta kjo ishte për shkak të trajnimit të tij që nga fëmijëria, kur kishte mësuar se jeta në malet e matit ishte gjithmonë e rrezikshme dhe se mbijetesa kërkonte vigjilencë të vazhdueshme. Por kishte edhe një dimension tjetër të personalitetit të Zogut që shpesh injorohet. Ai ishte një njeri që vërtet besonte në misionin e tij për ta modernizuar Shqipërinë. Ai nuk po luftonte vetëm për të mbajtur pushtetin personal, por po luftonte për një vizion të një Shqipërie që do të ishte një shtet modern, i respektuar, i pavarur. Dhe ky vizion i jepte një qëllim që shkonte përtej mbijetesës personale. Ai e dinte se nëse ai dorëzoi, nëse ai largohej nga pushteti për shkak të kërcënimeve, Shqipëria do të binte në kaos dhe do të ndahej nga fqinjët. Kjo ishte arsyeja pse ai vazhdoi të luftonte, pavarësisht rreziqeve personale. Në vitet pas sulmit në Vjenë, Zogu arriti të realizojë shumë nga vizionet e tij për Shqipërinë. Ai ndërtoi rrugë që lidhen pjesë të vendit që kurrë nuk ishin lidhur më parë. Ai hapi shkolla ku mijëra fëmijë, përfshirë vajza, mësuan të lexonin dhe të shkruanin për herë të parë. Ai reformoi sistemin gjyqësor dhe krijoi një kod ligjor modern. Ai forcoi ushtrinë dhe e bëri atë një forcë profesionale që mund të mbrojtë vendin. Dhe ai arriti ta mbajë Shqipërinë të pavarur në një kohë kur shumë vende të vogla të Ballkanit po bëheshin satelit të fuqive të mëdha. Por të gjitha këto arritje kishin një kosto. Zogu jetoi çdo ditë duke ditur se mund të ishte dita e fundit. Ai nuk mund të kishte një jetë familjare normale, sepse familja e tij ishte gjithmonë në rrezik. Ai nuk mund të kishte miq të vërtet, sepse çdo mik mund të ishte një tradhtar i mundshëm. Ai nuk mund të relaksohej kurrë plotësisht, sepse çdo moment relaksimi mund të ishte momenti kur armiqtë e tij do të godisnin. Kjo ishte çmimi që ai pagoi për të qenë mbreti që luftoi për ta mbajtur Shqipërinë të pavarur. Dhe kur Italia më në fund pushtoi Shqipërinë në prill të vitit 1939, Zogu u detyrua të largohej në mërgim. Por edhe në mërgim, ai vazhdoi të luftonte për Shqipërinë duke u përpjekur të organizojë rezistencë, duke lobuar tek fuqitë perëndimore për ta çliruar vendin dhe duke mos hequr dorë kurrë nga shpresa se një ditë do të kthehej. Ai kurrë nuk u kthye si mbret, por trashëgimia e tij si burri që luftoi për pavarësinë e Shqipërisë mbeti. Historia e Ahmet Zogut dhe e sulmit në Vjenë na mëson diçka të rëndësishme për natyrën e pushtetit, të guximit dhe të mbijetesës. Ajo na tregon se ka momente në histori kur një njeri duhet të luftojë jo vetëm me fjalë dhe me diplomaci, por me armë në dorë për të mbrojtur atë që beson. Ajo na tregon se guximi i vërtet nuk është mungesa e frikës, por aftësia për të vepruar pavarësisht frikës. Dhe ajo na tregon se disa njerëz janë gati të paguajnë çdo çmim personal për të realizuar një vizion që e tejkalon veten e tyre. Por ajo gjithashtu na lë me pyetje që ende nuk kanë përgjigje të plota. Sa shumë nga ajo që dim për sulmin në Vjenë është e vërtetë dhe sa është propagandë nga njëra anë ose tjetra? Cilat dokumente janë fshirë ose falsifikuar për të mbrojtur sekrete që ende konsiderohen të ndjeshme? Dhe çfarë do të kishte ndodhur me Shqipërinë nëse sulmi kishte pasur sukses atë natë në shkurt të vitit 1931? Këto janë pyetje që historianët do të vazhdojnë të debatohen për dekada të ardhshme. Por një gjë është e qartë, nata e 25 shkurtit në Vjenë ishte një moment që ndryshoi historinë e Shqipërisë dhe që tregoi se Ahmet Zogu nuk ishte thjesht një mbret, por ishte një mbijetues, një luftëtar dhe një vizionar që ishte gati të luftonte për atë që besonte, pavarësisht rreziqeve personale. Vazhdimi i skenarit në arkivat e Ministrisë së Jashtme britanike ekziston një raport i klasifikuar që u deklasifikua vetëm në vitin 2005.
Raporti është shkruar nga një diplomat britanik që ishte i pranishëm në Vjenë në ditët pas sulmit, dhe ai përshkruan diçka që nuk u raportua kurrë në shtypin publik. Zogu kishte kërkuar një takim urgjent me ambasadorin britanik vetëm 6 orë pas sulmit, dhe në atë takim ai kishte paraqitur një dosje me dokumente që provonin lidhjen e Italisë me komplotin. Por ambasadori britanik kishte refuzuar ta pranonte dosjen, duke i thënë Zogut se Britania e Madhe nuk mund të përzihet në një konflikt diplomatik me Italinë bazuar në prova që mund të ishin të falsifikuara. Zogu kishte larguar dosjen pa thënë asnjë fjalë, por shpreha në fytyrën e tij, sipas diplomatit, ishte e një burri që kishte kuptuar se ai ishte plotësisht vetëm në luftën e tij. Pse Britania refuzoi ta ndihmojë Zogun kur ai kishte prova? Çfarë fshihej në atë dosje që Zogu kurrë nuk e publikoi? Dhe si ndikoi ky refuzim në vendimet që Zogu do të merrte në vitet e ardhshme? Për ta kuptuar vërtet pozitën e Zogut pas sulmit në Vjenë, duhet të shikojmë situatën gjeopolitike të Ballkanit në fillim të viteve 30. Europa ishte ende duke u shëruar nga lufta e parë botërore, por tensionet e reja po ndërtoheshin shpejt. Italia e Mussolinit po bëhej gjithnjë më agresive në ambicjet e saj imperialiste. Gjermania e Hitlerit po rritej si një fuqi e re që sfidonte rendin e vjetër europian. Bashkimi Sovjetik po përpiqej të përhapte ndikimin e tij në Ballkan përmes partive komuniste lokale. Dhe fuqitë e vjetra si Britania dhe Franca po përpiqeshin ta mbajnë statusin quo pa u përfshirë në konflikte të reja që mund të çonin në një luftë tjetër botërore. Në këtë kontekst, Shqipëria e Zogut ishte një copë e vogël në një lojë shumë më të madhe, dhe askush nuk ishte gati të rrezikonte interesat e veta për ta mbrojtur pavarësinë e saj. Zogu e kuptoi këtë realitet shumë qartë pas refuzimit britanik. Ai e pa se nuk mund të mbështetej tek fuqitë perëndimore për mbrojtje, sepse ato kishin prioritete të tjera. Por ai gjithashtu e dinte se nuk mund të bëhej plotësisht i varur nga Italia, sepse kjo do të thotë të humbiste pavarësinë që kishte luftuar aq shumë për ta mbrojtur. Kështu që ai filloi të luajë një lojë shumë të rrezikshme, duke u përpjekur të balancojë midis fuqive të ndryshme, duke marrë hua nga Italia por duke refuzuar të bëjë koncesione politike, duke hapur marrëdhënie me Gjermaninë por pa u bërë aleat i plot, duke mbajtur kontakte me Britaninë dhe Francën por pa pritur ndihmë reale prej tyre. Ishte një lojë që kërkonte aftësi të jashtëzakonshme diplomatike dhe një gabim i vetëm mund ta kushtonte vendin e tij. Por ndërsa Zogu po luante këtë lojë në arenën ndërkombëtare, ai gjithashtu po përballej me sfida të mëdha të brendshme. Modernizimi që ai po përpiqej ta zbatonte po takohej me rezistencë nga shumë grupe tradicionale që shikonin ndryshimet si një kërcënim për mënyrën e tyre të jetesës. Prisit e fiseve në veri nuk donin një qeveri qendrore të fortë që do të zvogëlonte pushtetin e tyre lokal. Klerikët musliman dhe të krishterë nuk donin reforma që do të sekularizonin shoqërinë. Tregtarët e vjetër nuk donin konkurrencë nga bizneset e reja që po hapeshin me kapitalin e huaj. Dhe intelektualët e rinj që kishin studiuar në perëndim donin reforma edhe më radikale se ato që Zogu ishte gati të bënte, duke akuzuar për të qenë shumë konservator dhe shumë i ngadalë në ndryshime. Në këtë situatë komplekse, Zogu duhej të ishte njëkohësisht reformator dhe konservator, modernizues dhe tradicionalist, i fortë dhe fleksibël. Ishte një ekuilibër pothuajse i pamundur për tu mbajtur, dhe fakti se ai e mbajti për më shumë se një dekadë tregon aftësitë e tij të jashtëzakonshme politike. Por kjo gjithashtu shpjegon pse ai kishte aq shumë armiq, sepse çdo grup që ndjente se nuk po merrte mjaftueshëm nga regjimi i tij kishte një arsye për ta kundërshtuar, dhe disa ishin gati të shkonin deri në dhunë për ta hequr. Një nga reformat më kontroverse që Zogu ndërmori ishte emancipimi i grave. Në vitin 1928, ai nxori një dekret që lejonte vajzat të shkonin në shkollë, që lejonte gratë të punonin jashtë shtëpisë dhe që ndalonte disa praktika tradicionale si martesa e detyruar të vajzave të mitura. Këto reforma ishin revolucionare për Shqipërinë e asaj kohe, ku shumica e grave jetonin në izolim të plot dhe nuk kishin asnjë të drejtë ligjore. Por ato gjithashtu shkaktuan reagime të forta nga grupet konservatore, veçanërisht në zonat rurale ku traditat ishin shumë të forta. Kishte protesta, kishte predikime në xhami dhe në kisha kundër këtyre reformave, dhe kishte madje raste kur familje refuzonin ta dërgonin vajzat në shkollë pavarësisht ligjit. Por Zogu nuk u tërhoq. Ai e dinte se pa arsimimin e grave, Shqipëria nuk mund të modernizohej vërtet, sepse gjysma e popullsisë do të mbetej në ignorancë.
Kështu që ai përdori policinë për ta zbatuar ligjin, duke dënuar familjet që refuzonin ta dërgonin vajzat në shkollë dhe duke hapur shkolla speciale për vajza në të gjitha qytetet kryesore. Brenda 5 vitesh, numri i vajzave që shkonin në shkollë u rrit nga pothuajse 0 në më shumë se 10.000, një arritje e jashtëzakonshme për një vend aq konservator. Por kjo gjithashtu i shtoi armiqtë e zogut, sepse shumë familje tradicionale e shikonin këtë si një sulm ndaj vlerave të tyre dhe si një arsye për ta kundërshtuar regjimin e tij. Një reformë tjetër e rëndësishme ishte ndërtimi i infrastrukturës. Kur zogu erdhi në pushtet, Shqipëria kishte vetëm disa dhjetëra kilometra rrugë të asfaltuara dhe shumica e